Marcelo Arani dhe Armando Kola, një 32 vjeçar nga Elbasani dhe një 35 vjeçar nga Laçi, janë shpallur në kërkim si autor të dyshuar të vrasjes së biznesmenit Edmond Hyka, i njohur edhe si Mondi Mëhalla, të dielën në Elbasan. Gino Ago, 32 vjeç, po ashtu banues në Elbasan, është arrestuar si bashkëpunëtor në krim dhe akuzohet për veprat penale, vrasje me paramendime kryer në bashkëpunim dhe prodhim dhe mbajtje pa leje e armëve shpërthyese dhe municionit. Në pranga është vënë edhe Kujtim Pisha, roja 52 vjeçar i karburantit ku u shënua krimi me akuzën për moskallëzim të krimit, pasi nuk ka dhënë informacion Marcelo Arani. Një nga dy autorët e dyshuar të krimit, sipas policisë, ishte me siguri arrest në shtëpi, pasi po hetoi për pastrim parash. Policia e Elbasanit thotë se pas hetimeve të plota ka arritur të zbardhë dhe të dokumentojë të plot krimin dhe mekanizmin bazuar edhe në pamjet e kamerave të sigurisë. Mondi Mëhalla u ekzekutua me disa plumba në trup mbrëmjen e së dielës pra një karburanti që i kishte në pronësi në periferi të Elbasanit. Grupi posaçëm hetimor në drejtimin e prokurorisë vion veprimet intensive hetimore për identifikimin dhe kapjen e personave të tjerë të përfshirë në këtë ngjarje.